Qëndrimi i Partisë Socialiste ndaj protestës që ka hyrë në ditën e 30 mbetet i pandryshuar. Socialistët vijojnë të pretendojnë se protesta është nxitur edhe nga interesat të shteteve armiqësore ndaj Shqipërisë dhe nga konkurenca në sektorin e turizmit, por njëkohësisht pranojnë se një pjesë e shqetësimeve të ngritura nga protestuesit janë të drejta. Pas mbledhjes së grupit parlamentar, kreu i grupit socialista Uland Balla përjashtoi çdo mundësi që Partia Demokratike të shërbejë si ndërmjetës mes protestuesve dhe mazhorancës. Sipas tij, kërkesa e demokratëve për mocion me debat në kuvent, bazuar në kërkesat e protestës, nuk mund pranohen. Mbi disa, siç janë formuluar, pra disa kërkesa nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike të lexuara nga protesta, e kam thënë dhe duhet ta rishpreh, as nuk e pranoj dhe as nuk e njoh Partinë e Saliut interlokutor mes nesh dhe protestuesve. Dhe ndërkohë pozicionin tim personal që nga dita e parë që kur e fryn këtë tullumbace që pothuajse ka plasur tani më, duket qartë që janë interesa që lidheshin me konkurrencë rajonale turistike, me interferencat huaja të vendeve jo miqësore me Shqipërinë dhe dita ditës kjo histori po zbardhet, ky tullumbac po shfryhet, i plasur tani më në sytë të gjithë qytetarëve shqiptar. Një mesazh të fortë Balla adresoi dhe ndaj deputetes Mariana Koçeku, e cila pak ditë më parë u largua publikisht nga grupi parlamentar socialist. Ai deklaroi se mandati i saj është marrë fal Partisë Socialiste dhe sipas tij largimi nga grupi duhet të shoqërohet edhe me dorëheqjen nga mandati i deputetes. Ata që e kanë zgjedhur dhe duhet ju them, personin fjalë e ka zgjedhur Partia Socialiste e Shqipërisë. Të dorëzoj mandatin Partisë Socialiste e Shqipërisë, se ja ka dhënë Partia Socialiste e Shqipërisë, nuk është një person i votuar drejt për drejti dhe kur të votohet drejt për drejti ka drejt të përdorë. Mbledhja e grupit parlamentar socialist u zhvillua me dyer të mbyllura dhe në të mori pjesë edhe kryeministri Edi Rama.